3.5 milion thirrje të trajtuara dhe mbi 800.000 misione të realizuara nga shërbimi kombëtar i urgjencës. Kështu deklaroi pak ditë më parë kryeministri Edi Rama në një takim me mjek dhe infermier të këtij shërbimi, duke u përpjekur të bëjë dallimin e urgjencës kombëtare para dhe pas qeverisjes socialiste. Është realisht një nga krenaritë e reformave që ne kemi bërë. Për mënyrën se si është transformuar në një histori suksesi, një histori turpi, sot ne kemi një urgjencë kombëtare që nuk i lë gjë mangut urgjencave të vendeve të tjera. Nuk i lë gjë mangut, por a ka hyrë ndonjëherë kryeministri në urgjencën e QSUT-s në një ditë normale pune dhe pa lajmëruar se do të shkojë? Për këtë dyshojmë shumë, ndaj për ta informuar sa më mirë zotin kryeministër, bëm një vëzhgim disa ditor, duke u përpjekur të sjellim sadopak fragmente të asaj se çfarë ndodh brenda atyre mureve. Për një kontroll Sa po afrohemi, përveç një numri të madh personash brenda dhe jashtë ambienteve të urgjencës, gjëja e parë që arrim të dokumentojmë është ky zotëri që mbi kokë ka një infermiere dhe një mjeke, e cila po e viziton mbi krevatin me rrota të nxjerr nga autoambulanca mu në mes të korridorit, sepse me shumë qas nuk ka vendet e lira për ta sistemuar në një dhomë. Ndërkohë në një tjetër korridor janë pozicionuar 2 pacient, njëri prej të cilëve është duke qëndruar shtrirë, e ndërsa i është vendosur një kateter i improvizuar me një bidon ujë plot me urinë, ndërsa tjetri po qëndron ulur në pritje për të marrë asistencë nga personeli. Në një tjetër korridor qëndron një tjetër i moshuar në karrocë, i shoqëruar nga një e afërme, edhe ai në pritje të mjekut. Sidoqoftë, nuk jemi aty vetëm për të verifikuar praninë e pacientëve që kanë mbushur korridorin, por për të kuptuar se si janë procedurat për regjistrim dhe më pas për përkujdesjen ndaj tyre. Gjë që duhet të ishte normale, një lloj si çdo urgjencë në të gjithë botën. Për këtë, kemi vendosur të asistojmë një të sëmur dhe bashkë me të nisim të kërkojmë mjekun nëpër korridore me shpresën se mes gjithë atyre njerëzve do ta dallonim se cili ishte i duhuri për ne. Kush është doma mjek? Në mes të kaosit, duket se më në fund i ram në sy një infermiereje. Ka djali 1 orë gjysmë që nuk është me. Ai ka pas 10 vjetur. Jo pra se dim kush është. Infermieria na orienton, por ndërsa ne presim të takojmë mjekun, ajo na dorëzon në duart e një kolegu tjetër. Një lloj stafete brenda korridoreve të urgjencës, ndërkohë as këtë herë mjekun nuk e pam. Infermieria e dytë na fut në një ambient ku më pas mësuam se kryet EKG e zemrës. Krahas nesh, aty ka edhe një numër të konsiderueshëm personash që presin në radhë. Ka doma? Ka doma? Ky është doma ku bëjmë shëritin e zemrës. Do bëjmë shërit zemrës djali. Gjithë shërit e zemrës. Një dhomë ekzaminimi në të cilën qëndrojnë të gjithë së bashku pacientët e afërm pa minimumin e privatësisë. Dhe më e keqja është që mungojnë mjetet e punës. Ikja e infermieres ka bërë që të gjithë të qëndrojnë me sy nga dera duke pritur rikthimin e saj, kohë e mjaftueshme edhe për të njohur me njëri tjetrin. Pasi kemi pritur rreth 15 minuta, më në fund pajisja erdhi dhe infermieria ju fut menjëherë punës në prani të gjithë pacientëve që janë aty në pritje. Në fakt, për të qenë korrekt, janë 3 infermiere për 1 EKG, njëra merret me pacienten, tjetra sheh shiritin dhe e treta, jo më pak e rëndësishme, qëndron e gatshme për të hequr prizën e pajisjes. Se mos i bijem kot në qafë, infermieria e re pas ka dhe detyrën e shëtitjes së vulës. Ekzaminimi u bë vetëm për një paciente dhe spina EKG u hoq për t'u marrë sërish nga infermieria, ndërkohë që në radhë ishin edhe 5 pacientë të tjerë në pritje të këtij shërbimi. Sepse EKG-ja ka prioritete. Vajza, ka për të bërë djalë. Ajo sa prit këtu se do bësh këtë jaku është ajo të xhame. O vajza, po më fal, kam çerë rekord. Nuk e ke infermierën. Infermiera lëviz. Pavarësisht këmbguljes son, infermieria nuk na kushton as pak vëmendje dhe largohet bashkë me pajisjen, duke na lënë në pritje edhe për 15 minuta të tjera. Sepse më në fund arritëm të kuptojmë që në urgjencën e QSUT-s nuk mjafton vetëm mungesa e EKG-s që shëtit sa ndej këndej, por u dashka të kesh pas vetes një infermiere të dedikuar, sepse për ndryshe nuk të merr askush përsipër. Dhe për ta gjetur këtë infermiere, duhet të vraposh. Është ajo marrje pajisje në atë lloj forme kur djali është këtu për vizitë. Kemi kështu kuptosh
Infermierët duhet t'ja bëjnë. Po mund ta mbaj infermierën me zor. Po do ta votoj. Po e di unë kush është infermierja ata. Ishte djali për të bërë një EKG ku e morën pajisjen. Po e marrin ato ai që ta marr për sipër për. Po s'është pra infermierja, ku ta gjej infermierën? La aty dhe iku. Dhe një lloj si ne, lënë edhe personat në moshë të thyer dhe të pamundur për t'i ndjekur nga pas korridoreve të urgjencës. Gjithsesi, me që kemi detyrim të gjejmë një infermiere, dalim sërish nëpër korridore për ta kërkuar, por në vend të saj, përballemi sërish me pacient që pam të shtrirë, të cilët marrin shërbim në korridoret e spitalit. Por ky, siç tham, nuk është problemi ynë. Na duhet të gjejmë një infermiere dhe një EKG për të sëmurin ton. Kam një EKG. Po një EKG me gjithë urgjencë? Se kemi qenë Europa dhe aty. Ne kemi 3 prishur. Po si kanë rregullu këto? Ja. S'ka lekë. Se zgjidhin. Ka po që janë prish këto? Po, ka bëjë lekë drejtë sportos lekë. Ja prishur edhe 2 skanerës, ku lekë. E skaner këtu bë? Po ishte një këtu larë. Ky punonjës i urgjencës sapo na ka bërë disa deklarata shokuese njëra pas tjetrës, por më e rënda është kjo. Diskutimin e prishjes së aparaturave për të favorizuar klinikat private e kemi dëgjuar me 10 herë, por kur e thot dikush nga personeli i QSUT-s, gjërat bëhen më të besueshme. Por çfarë mbetet është fakti se urgjenca më e madhe në vend, e cila pret me qindra pacientë në ditë, prej 3 muajsh ka në funksion vetëm një EKG, ndërkohë që edhe pjesa tjetër e pajisjeve nuk punon. Dhe për këtë, nuk është marrë asnjë mas për t'i rregulluar apo zëvendësuar ato me të tjera. Por le të rikthehemi edhe një herë në ambientin ku hyn e del aparati i EKG sipas nevojave. Ndërkohë njerëzit presin me orë deri kur t'i vi radha në mes një kaosi ku nuk kuptohet më asgjë. Po të mirojtje atë nëna. Mirojtje do kanë të konfirmojmë se një agjendë se pa ndonjë edhe një monitor ta. Ç'ka bën? Po të them se ka vibrata. Gjithashtu të mirojtje do. A është gjithë kjo që pam panorama e vërtetë e asaj që ndodh brenda urgjencës së QSUT-s? Për fat të keq jo, sepse ajo që do t'ju tregojmë i kalon kufijtë e çdo imagjinate. Dhe ka për protagonist stafin e këtij sektori aq të vlerësuar nga kryeministri. Është mbrëmja e 30 janarit të këtij viti, në hyrjen e urgjencës, paraqiten 2 të moshuar. Burri duket se ka probleme serioze shëndetësore dhe gruaja e merakosur, e cila e ndihmon për të ecur me vështirësi, kërkon të asistohet nga personeli. Pasi qëndrojnë për disa minuta, përballë recepcionit pa ja hedhur syt askush, 2 të moshuarit marrin guximin të afrohen një grupi mjekësh dhe infermierësh, por këta të fundit vijojnë bisedën të pashqetësuar, edhe pse janë vetëm gjysmë metri distancë. Por me sa duket, prania e çiftit të moshuar vetëm sa i jep bezdi atyre dhe pas pak qastesh largohen një nga një, pa marrë mundimin të pyesin se çfarë problemi kanë. Se për çfarë mund të vinë në urgjencë 2 persona në moshë, të cilët ecin me vështirësi, kjo nuk do shumend. Por nga sa kuptojmë në këtë repart të QSUT-s, humanizmi është me pikatore. Sorollatja e çiftit nëpër korridore zgjati për më shumë se 1 orë, deri kur më në fund dikush u kujtua që t'i sqaronte. Dhe përgjigja ishte kjo. Ka temperaturë. Ka temperaturë. Diare e qëpër. Sa i ka shkuar? Sa dhe ka? 50 metre. Po shko, gjensa. Si e jotë që me vëtë me gjenet të për. Ka që vështirë ishte që dikush të sqaronte që në fillim dhe t'i përcilte për tek hyrja, në vend që të silleshin stamajtas djathtas korridoreve të spitalit? A mos është më mirë të funksionojë recepcioni në mënyrë që pacientët të priten e të përcillen, një lloj si në të gjitha spitalet e botës? Ne kemi bërë një vëzhgim disa ditor në ambientet e urgjencës ku ne ndodhemi dhe situata është kjo. Pacient që marrin serum në korridore. Dhe themi pa minimumin e privatësisë, një EKG që kryhet në një ambient të hapur. Por qënë se fluksi është shumë i shtuar dhe kapaciteti fizik është shumë i vogël, këta individ detyrohen në çdo cep të mundshëm të urgjencës të jepet ndihmë parsorë. Dhe kjo ndihmë parsorë, krahasuar me parametrat jetësor, nuk është se mundohet të ruaj pjesën e privatësisë. E rëndësishme është që ne mos dëmtojmë dhe të japim një ndihmë atij individi, ne mundohemi në çdo cep të mundshëm të japim një ndihmë të parë për kudo, në ato kushte që kemi.
Me pak fjalë në gjuhën shqipe buke kripe zemër. Një rast i konstatuar nga ne, një çift pleq që vinë në derën e urgjencës, kërkojnë mjekun në këmbë me 3 infermierë dhe nuk e ka askush me dorë. Çifti kërkon ndihmë, ka njëri këtu të më ndihmoj dikush sepse burri im nuk është mirë, askush nuk e ka pritur. Është ullur aty vetë, pastaj është çuar sërish në këmbë dhe i kanë thënë që shko tek infektivi. Vetëm i çift pleq, po kushdo individ që ne qoftë edhe në rrugët e QSUT-s na pyesin, na kërkojnë një farë ndihme, personalisht dhe shumë kolegë të mit, nuk është se kurse asnjëherë ndihmën qoftë edhe një fjalë goje. Gjithsesi nuk kam komente për këtë situatë, por mendoj se gjëja më e mirë që mund të bëjmë është të japim ndihmën kushdo dhe të kthejmë përgjigje të caktuar. Jo të anashkalojmë këtë situatë, të mundohemi të kthejmë shpinën kujdo që ka nevojë. Nuk e vëm as pak në dyshim për kushtimin e një pjesë të madhe të stafit të urgjencës, as dëshirën e tyre për t'i bërë gjëra ndryshe, për më tepër që janë të mbingarkuar në misionin që kryejnë. Duke qenë se unë jam pjesë urgjencës sëmundjeve të brendshme dhe jemi pothuajse në përditshmërinë tonë këtu, nga 16 orë, pjesën më të madhe të rasteve dhe 24 orë, urgjenca jonë ka një fluks goxha të madh. 7:30 mëngjesit, një numër rendor, deri të nesme në orën 7:30 mëngjesit është diku ke 320-325 raste në total. Një numër i konsiderueshëm i tyre shtrohen nëpër pavione. Numri i shtrimeve shumë herë më i lartë se sa kapaciteti fizik që këto pavione kanë, detyrojnë që shumica e rasteve të cilat ne i hospitalizojmë të mbeten në urgjencë për mungesë vendesh nëpër pavionet përkatëse. Kjo mungesë stafi shoqërohet edhe me mangësi të theksuara në pajisjet më bazike të urgjencës, gjë që pohohet edhe nga vetë drejtuesit e këtij reparti. Janë të pamjaftueshme. Aktualisht që ne flasim, kemi 2 aparate elektrokardiograme që janë në pjesën e urgjencës të kodit kuq dhe në pjesën e triazhit. Janë bërë kërkesa vazhdimisht për sa i përket pjesës elektrokardiogramës, ajo është më e rëndësishme kur të vjen një individ, pas matjes së parametrave jetësor, dhe jemi në pritje për të shtuar ky numër. Realizohen 400 elektrokardiograma në ditë, ato dalin nesh funksionit në interval shumë të shkurtër kohor. Kjo elektrokardiogram që lëviz në zonën e kuqe përdoret edhe për pavionin ton të observimit. Është e pamjaftueshme të përballosh atë ngarkesë me 2 elektrokardiograma. Ambiente të pamjaftueshme dhe të papërshtatshme, mungesë pajisjesh dhe stafi, pacient që rrin në pritje me orë të tëra. Si mund zgjidhet kjo situatë? Mbase, duke ndjekur deri diku një shembull të ngjashëm të urgjencës vjetër, ku kanë qenë disa perde ndarëse që secili individ kishte pjesën e vet të trajtohej siç duhet dhe të ruhej deri diku një farë privatësie. Është realisht një nga krenaritë e reformave që ne kemi bërë. Për mënyrën se si është transformuar në një histori suksesi, një histori turpi, sot ne kemi një urgjencë kombëtare që nuk i lë gjë mangut urgjencave të vendeve të tjera. Kemi në proces pritje për ta rikanalizuar sërish, siç ka qenë dikur urgjenca e vjetër me atë sistem që ka pasur.